Tha që ka pasur një prej kryeministra më shumë të sulme, personalisht si politikan jo. Ka pasur edhe kryeministri Haradine, ka pasur edhe Thaçi, në këtë drejtim masë mund të them Isa Mustafa ka qenë më i imunizuar. Nuk mund të mohohet fakti që Albin Kurti në mënyrë të vazhdueshme kohën e fundit është goditur nga Bashkia Ndërkombëtare. Reuzim elektoral. Tash kjo është temë tjetër. Ne duhet ta diskutojmë raportin që kemi me vetveten në këtë drejtim. Pse ja arriti tash kryeministri Albin Kurti ta shndrojë në fitore elektorale atë goditje diplomatike ndërkombëtare që vështirë ndonjë lider tjetër në kaluarën do të mund ta përballonte. Kjo është problemi ne që e kemi me vetveten. Pse sot sociologjik si ka thënë gjenerata sociologjik. Pse sot përjardhja e votuesve, pritjet e tyre janë edhe ndryshime sociologjike. Epoka ndryshime sociologjike që kanë ndodhur në këtë shoqëri që duhet të lexohen për ta parë pasqyrën e qartë këtyre ndryshimeve që krijojnë përshtypjen që jemi duke jetuar në dy botra tjera. Cili në vitin 2010 kryeministër apo në 2007-2008 do të mund ta përballonte pezullimin strategjik të shtetit të bashkuar? Do të mund ta përballonte sanksionimin ndërkombëtar? Papranueshme kishte. Papranueshme. Para reagimit social e politik do të kishte pasur. Asnjë lloj shaj. Sot nuk paraqet lajm. Asnjë lloj shaj nuk e kalon në opinionin në opinionin publik dhe në disponimin elektoral të vendit. Kështu që kjo është ky ndryshim, do thotë ky raport ne që kemi me vetveten sot, si shoqëri, duhet të lexohet qartësi dhe duhet lexohet edhe nga subjektet opozitare, nuk them unë që të njëjtat tash ta ndjekin kursin anti-amerikan, është antishtetrore, edhe këto ta çarçoj pozicionin. Absolutisht çdo përplasje e shtetit të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm në interes të shtetit të Kosovës nuk është. Dhe kjo është njëra prej arsyeve, prapë tham që këto përplasje të tilla sot po ja mundsojnë Serbisë të kalojë me lehtësi orientimin e saj militarist dhe kërcënues për rajonin pa marrë. Por nga opozita po kërkon që ajo ta mbajë përgjegjës një figurë politike që i humbi Kosovës vite. Me një kurs të gabuar politik. Që i humbi Kosovës vite dhe që ta kuptoj që të rikthehet aksionit politik, se si ata duhet ta gjejnë vetë mënyrën se si duhet të rikthehen aksionit politik një komunikimi tjetër me qytetarët e Kosovës, do të bërë përpjekje maksimale për ta qartësuar këtë iluzion në cilën sot dominon